Dranica këtë sezon ka startuar vërtet dobët, kurse Flamurtari këndshëm i ka befasuar pothuajse të gjithë në opinionin futbollistik të Kosovës, duke varguar 4 ndeshje pa humbje. Ekipi nga kryeqyteti, qysh në minutën e 12 të kësaj ndeshjeje, kaloi në epërsinë nëpërmjet Faton Zejnullahut, duke treguar se kërkon fitoren. Dranica nuk arriti të këndellët as në vazhdim të pjesës së parë as në pjesën e dytë dhe Flamurtari vazhdimisht dominonte në lojë. Kurse ky reagim amatoresk i mbrojtjes vendase i mundsoi Gashit të shënoj golin e dytë për Flamurtarin dhe ta vendosë rezultatin final 0-2 që Flamurtarin e mban në maje të tabelës.